zgjerojnë, se dhe kjo tregon edhe njëherë. Do ta bëni transparente me anonimat, ndoshta ata që dhurojnë, se ndoshta s'duan, por që e bëjmë transparente për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë të rregullt. Jemi në vitin 2023 kur është bërë kontrolli i financave të partive, Lëvizja Bashkë ka qenë vetëm subjekt që nuk është gjobitur. Të gjitha partitë e tjera janë gjobitur për parregullsi në 2023. Në 2025 po bëhet tani, po themi, investigimi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për treguar se sa korrekt jemi me shtetin dhe sigurisht edhe me opinionin publik. Se kaq këmbgulës, keni ndonjë përveç ides dhe se faktikisht i keni qendruar ides tuaj edhe ndoshta është pika juaj më e fortë kjo. Që dhe ata që nuk ju duan, thonë vërtet, ndoshta nuk e duam Erlin Qorin dhe Lëvizjen Bashkë, po e dim ku është. Dhe i dim dhe pritshmëritë dhe pot dhe jot e tij, e dim ku është. Domethënë nuk ngryset piperk dhe gdhiet patlıxhane, ka thënë një poet i madh, Ritura Golli, në një nga veprat e tij. Kështu që përse kjo qëndrueshmëri është thjesht dhe vetëm filozofi, apo ju keni mbështetje, financime të caktuara, të cilat nuk ju bën përshtypje të keni aleanca të caktuara? Ne kemi, nga unë e të gjithë tjerët, kemi besim të fortë tek e drejta, tek parimet e shëndosha politike. Kemi besim shumë të fortë e njëri tjetrit, një solidaritet shumë të madh me njëri tjetrin Lëvizjen Bashkë. Nuk e tradhtojmë njëri tjetrin, nuk e lëm balt njëri tjetrin. E treta, kemi nevojë për shumë dhe kemi frymëzime vullnet edhe për fare pak para. Pse? Sepse unë ndërkohë punoj. Jam i kryetar partie që punën time si kryetar partie bëj pasi mbaroj punën për të cilën paguhem si pedagog. Dhe pothuajse të gjithë Lëvizjen Bashkë, tani sigurisht Redi Muçi është deputet, domethënë, kështu që ai do ketë rrogën më të lartë mes jush. Kemi vendosur bashkërisht që mbi gjysmën e pagës ai do e kthej kontribut për Lëvizjen Bashkë, kështu që do të mbaj vetëm atë pjesë pagë që ka pas takuar si pedagog në Universitetin Politeknik të Tiranës më herët. Nuk jeni fare kapitalist. Edhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, se ky tani të shfrytëzojmë njëri tjetrin. Pse duhet paguaj gjysmën e pagës ai tani, për shembull? Edhe herë, ky është një vendim që ne kemi marrë. Kapitalist ku ne jetojmë. Tani ne kemi marrë përpara zgjedhjeve. Pa e ditur sa deputet do zgjidheshin. Mund të zgjidheshin 5 deputet, 6 deputet, u mblodhëm dhe thanë, tani Lëvizja Bashkë ka nevojë për financa. Dakor? Mbështetësit tan japin. Me ato paguajmë qeran edhe pak aktivitete. Po nëse duam të zgjerojmë aktivitetet, na duhen para. Tani nga oligarkët s'pranojmë para, nga kriminalët s'pranojmë para, para korrupsioni nuk pranojmë. Atëherë çfarë mbetet? Paga jon, unë si pedagog lë një 10% të pagës time në mënyrë të përmuajshme. Dhe rëm dakord që sado që zgjidhen deputet Lëvizjen Bashkë, dhe kjo është biseduar me gjithë kandidatë për deputet, ata që mendojshin të fitueshëm. Dhe kemi rënë dakord që një pjesë, një përgjithësi të caktuar të pagës do e kthejmë si kontribut mbrapsht për Lëvizjen Bashkë. Redi kësaj shtoi një më tepër dhe tha, shiko, tha, përveç kësaj, tha, unë kam përparim, sepse mendoj, tha, që ky mandat nuk është imi, tha, por është i gjithë Lëvizjes Bashkë. Po kupton, nuk është individualisht mandati ynë, edhe po bëhesha unë deputet, nuk do ishte imi, do ishte yni i përbashkët. Ai shtoi një argument më shumë, tha, jo, unë si pedagog kam pas marrë, ku di unë, 1 milion e pak lekë, sa është paga e pedagogut në Universitetin Politeknik Tiranës, unë kaq do vazhdoj të marr. Pjesën tjetër të pagës do ta derdh kontribut për Lëvizjen Bashkë në mënyrë që ne të zgjerojmë çik aktivitetin tonë. Po mirë vet, po familjet tuaja s'u pranojnë këto, se mund të ketë një bashkëshorte që i thotë, shiko tani se këto janë fondet tona, ç'na duhet ne me partinë tani, partia 10%. Po partia të bëri deputet, se nuk të bëri vetë. Se këto më kujtojnë një kohë tjetër, Arlind, që ndoshta s'ke lindur ti, ka qenë një kohë ku ishte vullnetarizmi çdo të diel, do japim këtu fonde për bashkimet profesionale. Ajo ishte me imponim. Do bëjmë fshatin si qyteti, hajde puna vullnetare, pra e çon diku tjetër elektoratin. Ai ishte vullnetarizëm i stisur, i imponuar. Në rregull, ky është një vullnetarizëm që e gjen vendet perindimore sa duash. Po e gjen edhe në Kosovë, përvoja e vendosjes Kosovë shuka që me vite. Deputetët e tyre mi pjesë konzervueshme të rrogës e linin për partinë. Pra, kudo e gjen në botë me përparuar këtë gjë. Më kupton? Tjetra, njerëzit kur hyn politik, nga unë tek Redi, tek Jani, te Mirela e të gjithë, domethënë diskutojnë edhe me familjet e tyre. Pra nuk është se vjen si rrufen qiell të hapur ajo. Edhe bashkë me familjen jemi në këtë rrugë në kuptimin e mbështetjes dhe kjo gjë pranohet. Se përndryshe është patjetër çdo ishte vështirë. E kuptoj. Pika juaj më e fortë, pika juaj më e dobët për Tiranën. Po mendoj që pikat tona, duke folur në emër të Lëvizjes Bashkë, sepse edhe këtu unë e shoh vetë si kandidat Lëvizjes Bashkë, jo vetëm si Arlind.